Vion të ketë ende shumë mister lidhur me ngjarjet e së njëjtës që tronditën vendin. 2 atentate me 1 të vdekur dhe 4 të plagosur ndodhen në Tiranë dhe në Lezhë, ndërkohë që policia nuk ka asnjë të dhënë mbi autorët e mundshëm. Pista e parë e hetimit është ajo që sulmi të jetë bërë nga i njëjti grup. Gjovalin Prendi u vra në lokalin e tij nga persona të armatosur, të cilët duket se e kishin ndjekur prej kohësh. Ai është babai i Sidorel Prendit, i njohur si Roan Brahimi, i cili u vra një vit më parë në mes të Athinës. Por 45 minuta pas sulmit ndaj të moshuarit, një atentat akoma dhe më i frikshëm ndodhi në Tiranë. 2 persona që udhtonin me motor kanë hapur zjarr ndaj një mjeti G-Class, i cili po lëvizte në drejtim të Lundrës. Nga ky atentat mbetën të plagosur shoferi i mjetit, Arenc Stafa, 34 vjeç, Kian Mullahi, 19 vjeç, dhe 2 fëmijët e mitur, 11 dhe 17 vjeç, të Vesel Demirajt, pronarit të kompanisë së sigurisë Pelikani Security. Edhe pse fillimisht u duk për 2 ngjarje të ndryshme, nga policia rodhën të dhëna se mund të jetë një ngjarje akoma më e rëndë. Pranë familjes Demira jeton bashkëshortja e Roan Brahimit, duke qenë se edhe ajo lëviz me një automjet po G-Class. Ka dyshime se mund të ketë qenë ajo shënjestra, por edhe pse shihet si mundësi, autoritetet janë duke mbledhur informacione. Mësohet se pritet të kërkohen të dhëna nga autoritetet greke mbi hetimet që ata kanë kryer për vrasjen e Roan Brahimit. Ai u vra në një prit të ngjashme. 2 persona me motor pritën sa të parkonte dhe i qelluan për vdekje. Ai ishte në makinë me gruan dhe djalin e mitur. Duhet theksuar se Brahimi rezulton me 2 gra, një në Greqi dhe një në Shqipëri. Pritet që pala shqiptare të marrë të dhëna nga ajo greke nëse autorët e sulmit të së njëjtës mund të jenë të njëjtë që bën edhe sulmi në Greqi. Misteri është se pse në atentatin ndaj vet Roan Brahimit, gruaja nuk u dëmtua dhe pse në Tiranë donin ta vrisnin bashkëshorten tjetër të tij. Pashtu, mësohet se policia ka mbledhur kamerat e sigurisë për të parë itinerarin që kanë ndjekur makina G-Class, udhtonin familja e pronarit të Pelikani Security. Policia kërkon të shohë nëse atentatorët i kanë ndjekur që tek lokali ku ata festuan datëlindjen e 11 vjeçarit apo po i prisnin në hyrje të unazës së madhe. Kjo është një dhënë e rëndësishme pasi nëse rezulton se ata i kanë ndjekur, atëherë atentatorët e kanë ditur shumë mirë se kush ka qenë në makinë. E njëjta gjë edhe në Lezhë, ku po shihen kamera të mundshme nëse kanë kapur lëvizjen e makinës, me cilën u vra 65 vjeçari. Ka patur dhe kontrolle tek zona e Krujës, pasi grupi i Ervis Martinajt është grupi i rivali i Roan Brahimit. Policia po heton gjithashtu dhe mundësinë që shënjestër të ketë qenë kreu i kompanisë së sigurisë dhe atentatorët nuk e kanë ditur se atë ditë në automjetin G-Class po udhtonin fëmijët. Por ngjarja ka shumë mister brenda dhe me 6 do të përfundojë si shumë atentate të tjera në kalendat greke.